Të nderuar vëllezër besimtar, është pak sa e çuditshme një çështje, ose me thonë më ndryshe, së paku ja vlen më undal edhe me mendu se pse ka rrjedh në këtë formë. Cila është ajo gjë? Cila është e cila duhet të na zgjoj kurreshtjen që të mendojmë rreth saj se pse në këtë formë Allahu i lartësuar ka dhënë urdhër që të rrjedh kjo gjë apo kjo dukuri. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu i lartësuar Ademin alayhi salatu wassalam, njerin e parë, pejgamberin e parë, e kishte kriju për me jetu në tokë, dhe tokën e bëri të përshtatshme për njerëzit, dhe për jetën e bëri të përshtatshme në tokë. Mirë, pse atëherë Allahu i lartësuar bëri që jetën Ademi alayhi salam ta nisë në xhennet? Edhe pse ishte i gatum, edhe ishte i krijuar për me jetu në tokë. Qale fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Allahu i tha Ademit alayhi salam, zbrit në tokë, sepse në te do të jetosh ti edhe pasardhësit e tu, aty do të vdesni edhe aty do t'ju ringjallin prapë. Po pse piknisja e jetës njerëzore në xhenet? Kjo, të nderuar vëllezër, për shumë arsye që disa prej tyre i din ndoshta vetëm Allahu, mirë, po ajo çfarë duhet ne ta nxjerrim si mësim prej kësaj forme të rrjedhës së krijimit Ademit alayhi salam, është se Allahu po don me na tregu neve që o njerëz, vendlindja e juaj, vendlindja e babait tuaj është xheneti. Andaj shkoni ka të shkoni, jetoni sa të jetoni, jetoni ku të jetoni, punoni çka të punoni, mos e harroni vendlindjen prej të cilës o nis jeta njerëzore, ajo është xheneti. Sepse njeriu është kriju në këtë botë me jetu në tokë, mirë po është kriju pastaj që botën tjetër edhe jetën tjetër me bon xhenet. Dhe pikërisht Allahu i lartësuar zgjodhi që kështu të jetë jeta njerëzore, që vazhdimisht njerëzit me përkujtu ku e kanë piknisjen e jetës së tyre. Ku e nisi jetën babai i njerëzimit? Ku e kemi vendlindjen e babës tonë, pra xheneti. Andaj të nderuar vëllezër, synimi çdo muslimani dhe qëllimi kryesor duhet jetë se si të arrijmë në xhenet, si të arrijmë më u kthy në vendlindjen tonë të hershme. Ajo është xheneti. Sepse aty na bën Allahu i lartësuar thirrje që të mendojmë, të punojmë dhe ta fitojmë xhenetin që pastaj jetën të vazhdojmë në xhenet. Kjo për faktin, të nderuar vëllezër, se nuk ka shpërblim më të madh, nuk ka çmim më të madh që i jepet njerëzimit në botën tjetër se sa xheneti i Allahut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz. Thot Allahu i lartësuar. Ai i cili shpëton xhenamit, nuk hyn në to, ose nuk rrin përgjithmonë të futet në xhenet, që ky ka fituar. Që ky është ai fituesi më i madh, që ky e ngrej atë trofejnë e fitores më të madhe që mundet me ekzistu. Mirë, të nderuar vëllezër, po e përmendi atë që na e përmendi pejgamberi alayhi salatu wassalam, e që është gjithashtu interesant dhe i shërben rritjes së vullnetit edhe angazhimit edhe punës tonë për me punu për xhenet. Ajo është pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë po i tregon shokëve të vet se cili është njeriu i fundit që ka me hyrë në xhenet. Që na pastaj me kuptu se që ti të fundit çka po jepet kaq shumë. Nëse këtij të fundit i jepet kaq, çka ju është dhënë atyre që janë hi para tina. E ky është njeriu i fundit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith të cilin e transmeton Abdullah ibn Mas'udi, thot njeriu i fundit që ka me dal prej xhenemit. Do thot besimtar, ka qenë mirë, po gjunahçar që gjunohet nuk e ka lë tjetër çka po zjarr me xhenemin. Dhe i ka arkoha me dal. Mirë, po është i fundit që del prej xhenemit. Edhe i fundit që hin në xhenet edhe mbyllet dera me to. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, ky është një person i cili sapo ka dalë prej xhenemit, i trishtum prej përjetimeve që i ka pas atje, e që mundohet sa më shpejt me ikë prej vendit ku ka qenë, prej xhenemit, e që ikja e tij pastaj rezulton që ai herë ecë, e herë rrëzohet, e herë përplaset, edhe prej lodhës edhe prej trishtimeve, derisa e kthen kryt mbrapa, thot, edhe kur e shet xhenemin. Edhe kur e din se çka janë të përjetu njerëzit xhenem, thot Allahu më ka dhënë diçka që si ka dhënë kërkujt. A nuk e din që është një vend tjetër atje ku njerëzit janë të përjetu kënaqësi të mëdha,
Mirë po, në bazë të asaj çka përjetoi ky, po thotë se Allahu më dha ato çka nuk e ka dhënë kërkujt tjetër. Dhe përderisa merr frymë shlirë, edhe më nuk e ka sikletin, edhe dënimin e xhehenamit, e shen një pemë atje. Dikon pak më larg. Edhe i jetur, i lodhur nga vapa e madhe edhe zjarri i madh i xhehenamit, i thot Allahu të lartësuar: "O Allah, apo më çon deri te çaja pemë. Të hinën hijen e saj edhe të pi çaj uji që është ndër pemë atje." Thot Allahu i lartësuar, Allahu e din që ky ka me lyp prap diçka tjetër. Thot nëse ta mundsoj me shku deri te ajo pemë, a lyp diçka tjetër? Thot nuk du kur gjë tjetër. Vetëm të shkoj deri te hija e pemës edhe të pi ujë ftoftë. Pastaj Allahu ja mundson edhe shkon te hija e pemës. Sa hin në hije, edhe freskohet, edhe pin ujë, e shen një pemë më të madhe të cilën Allahu ja nxjerr para se me mritë xheneti. Edhe Allahu i lartësuar këto po i bën me urtësi. Kur e sheh pemën më të madhe, hijen më të mirë, edhe ujin më të ftoftë, edhe më shumë, thot: "O Allah, apo më lejon të shkoj deri te çaja pemë atje. Më e mirë." Thot Allahu nuk më thau më herët që nuk lypi diçka tjetër, thot ama vetë të çaja pemë se mos po lypi diçka tjetër. Ndërsa Allahu e din që ky prap ka me lyp diçka tjetër. Kur shkon te pema e dytë, hija më e mirë, flodi më i mirë, uji më i këndshëm, mirë, po Allahu po ja shfaq një pemë të rejet, e cila para derës të xhenetit edhe më e madhe. Sa po e sheh atë pemën tjetër prap lakmon. Po Allah, apo harron që ky ku ka qenë edhe prej farsikleti, edhe çfarë dënimi ka shpëtuar. Po Allah, a bën deri te çaja hije atje. Po Allah i lartësuar, a nuk thotë që s'lypi mo? Po vetëm te çaja hije. Edhe Allahu ja mundson hinën hijen asaj pemë, mirë, por kur afrohet te kjo pemë, e shet derën e xhenetit. Kur e shet derën e xhenetit, si duket, ngushtohet edhe i vjen turp, mi thon Allahu të hin xhenet, mirë, po Allahu i thot hin xhenet tash. Edhe kënaqet. Po pas ka diçka më të madhe. Te u ka një vend ku njerëzit të kenë kanë duke u kënaqur deri tash, edhe unë po mendoj që s'ka dikush që është begatuar dhe ka përjetuar të mira në këtë moment më shumë se unë, edhe hyn xhenet. Sa po hyn xhenet, i duket të mbush, edhe del prej xhenetit. Thot Allahu to Allah, o Zoti im, i mbushën te u ka xheneti, s'pas ka vend për mua, sepse i fundit. Thot Allahu hyn xhenet, hyn prap, edhe i duket që është i mbushën, del prap prej xhenetit. Thot Allah, i mbushën. Allahu i lartësuar thot: hyn xhenet, sepse ti do të kesh sa kret bota që është kanë, sa kret dunjaja, madje do të kesh sa 2 bota. Edhe nalet kë. Ton xheneti i mbushur për ta. Allahu po i thot sa 2 bota ka më dhënë. Po Allah, ti je Zoti jon, ti s'bën hajgore me neve. I vjen kesh me thon ti mos bën hajgore. Edhe thot Abdullah ibn Mesudi, fillon me qeshme të madhe. I thot shoku vet, as po pyetni pse po qeshi? Thot po pse pra? Thot se edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e ka treguar këtë hadith, këtë pjesë këto, ka kesh edhe ai. Sepse ai na ka treguar se Allahu qesh me këtë person. Sepse Allahu po jep diçka të madhe, e këtij s'po ja merr mendja që Allahu t'i dhon krejt çat mirësi. Thot tha Allah, ti je Zoti, ti s'bën hajgore. Me demek që mos bën hajgore me mua. Mirë po s'u thot këta për shkak të edukatës. Allahu i thot hin se kemë pas sa ka qenë bota, edhe 2 fishi saj, në një transmetim tjetër i thot 10 fish. Të nderuar vëllezër, kjo është i fundit që hyn xhenet. Kjo është i fundit që hyn xhenet. Ai që ka hyrë para ti çka ka? Ai që ka hyrë pak më herët çka ka? Ai që ka hyrë prej të parëve çka ka? Andaj të nderuar vëllezër, nëse kjo është çmimi i xhenetit, kaq i madh, edhe kaq vlerë të madhe, e që është vlerë mbi çdo vlerë, është çmim mbi çdo çmim, është shpërblim mbi çdo shpërblim, a ja vlen me hub me diçka? Vallahi krejt botën me posturën si ja vlen me hub me të. Të nderuar vëllezër, nëse dikush sikur ta kishte krejt botën të vetën, edhe e humb për një qef, e humb për një post, për një famë, për një grua, e humb për një interes, a kishme me i thonë, çka është ka bën? A është mirë me men ky njeri? E humb dyjon për çka? Për një qef të shkurt? Andaj të nderuar vëllezër, çka është puna e atij i cili e humb këtë shpërblim të madh? E humb këtë vend kaq të madh xhenetin për çka? Për ndonjë qef të shkurt. Për ndonjë ambicie të cilën janë nxit nefsi vet edhe unë i vet. E kështu që nuk ka çmim mbi këtë çmim.
Nuk ka shpërblim mbi këtë shpërblim. Ja vlen me fliju gjithçka për këto, ndërsa nuk ja vlen me fliju kur gjë, nuk ja vlen me fliju këtë shpërblim xhenetin për asgjë. Qoftë për famë, qoftë për ndonjë vend të punë, qoftë për ndonjë post, sepse këto të gjitha, edhe pse janë të këndshme, edhe pse njeriu i don edhe janë botë të këndshme për to, mirë, po janë të shkurtra. Pastaj janë të sikletshme, nuk ka post vetëm se i ka sikletet e veta. Nuk ka kënaqësi e kësaj bote vetëm se i ka sikletet e veta. E sidomos nëse këto kënaqësi arrihen përmes rrugëve të ndaluara. Edhe pse mund të quhen kënaqësi të shkurtra, mirë, po i kanë sikletet e veta. Edhe pse të shkurtra, edhe pse me këto siklete, me humba të mëdha, me humb xhenetin e Allahut të lartësuar. Andaj të ndëruar vëllezër, përmes këtij hadithi pejgamberi alayhi salatu wasalam na bën thirrje dhe na thotë o musliman, o ju që keni besuar Allahun, edhe thoni se xheneti është hak, e xhenemi është hak, edhe lumi ai që hyn xhenet, edhe mirë për ato i cili nuk i shpëton zjarrit e xhenemit, nuk ja vlen me asnjë çmim, nuk ja vlen me asnjë joshje, me asnjë qef me dhon xhenetin e Allahut të lartësuar. Andaj të ndëruar vëllezër, të mendojmë mirë, të punojmë mirë, të synojmë xhenetin e Allahut të lartësuar. Sepse në këtë botë jemi për me shku në xhenet. Edhe për ata Allahu i lartësuar në 10 vende në Kur'an e ka përmend xhenetin, edhe ka nxit për punë xhenetit edhe për me mri deri te xheneti. E lutim Allahun e lartësuar që të jetojmë me dinitet, të jetojmë me iman, të jetojmë me këtë din, të vdesim me ta. E lutim Allahun e lartësuar që të mos na josh, të mos na mashtroj asgjë nga rruga jonë drejt xhenetit Allahut të lartësuar. Allahu na e bëf nasib xhenetin neve, familjarëve tonë dhe të gjithë dashamirëve kudo që i kemi, ndërsa na shpëtoi prej zjarrit të xhenemit, dënimit të tmerrshëm, dënim të cilin mjafton vetëm me dëgju për to e leje më prej tu. Allahu na kursej prej tij. Yaqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.